Shkëmbimi mes Big Brother VIP Kosova dhe Grande Fratello në Itali ka nisur me një kthes të papritur dhe jo fort të këndshme për fansat e çiftit Dolce e Edi. Mbrëmjen e djeshme, Dolce hyri në shtëpinë më të famshme të Italisë si pjesë e shkëmbimit të banorëve. Gjatë bisedës së parë njohëse me banorët italian, Dolce është pyetur troq për statusin e saj, ai e lidhur me dikë. Përgjigjja e saj ishte menjëhershme dhe e prerë, jo, duke mos e përmendur fare Edin. Kjo deklarat vjen në kontrast të plot me ato çfarë kemi parë ditët e fundit në Big Brother VIP Kosova, ku me saj dhe Edit nuk kanë munguar puthjet pasionante për qafimet dhe xhelozit tipike të një çifti. A është ky mohem një strategji për të dukur interesante para italianëve, apo Dolce konsideron ato që ka me Edin thjesht një flirt që mbetet brenda kufive të Kosovës? Nga ana tjetër, reagimi italian ka qenë menjëhershëm dhe i zjarrt. Me publikimin e pamjeve të para, rrjetet sociale të Grande Fratellos u mbushën me komente pozitive. Shikuesit italian u manitën nga prezenca e saj duke quajtur një bukuri sharmante, një prezencë që e zbukuron formatin. Komentet e fansave në Itali ishin të qarta. Bukuria shqiptare godet sërish. Ky shkëmbim erdhi pak pasi Dolce u largua nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova në mënyrë dramatike, një largim që shkaktoi lot dhe emocion te Edi, i cili nuk e dinte se gjithçka ishte pjesë e lojës dhe se Dolce po nisej drejt Italisë. Mbetet për tu parë se si do të ambientohet ajo me banorët italian ditëve në VM dhe nëse ky pëlqim për pamjen e saj do të përkthehet edhe në pëlqim për lojën.